Agim Beqiraj, mësimdhënës dhe veterani ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndonë se në gjendje të rëndë shëndetësore, i është bashkuar aksionit të rinjisë së fshatit Racaj për merremetimin e rrugëve të fshatit. Agimi ndjehet krenar me punën dhe kontributin e bashkëfshatarëve të tij. Duke po parasysh që askush s'po na mbie mrapa, u detyruam që bashkëditjen e pavarësisë, e cila është për tort keq që në vend që ta festojmë, na detyrohen që të punojmë edhe të marrim aksione për fshatin tonë. Avdyl Nuraj, përfaqësuesi i fshatit Racaj, thotë se rregullimi i rrugëve nëpër këtë lagje të fshatit ishte i domosdoshëm. Ja lindi në bashkëpunim me kryesinë e fshatit dhe rinjin e fshatit, të merrem me një aktivitet për shtrimin zhavët të rrugëve të fshatit. Kemi çu kërkesat për infrastrukturë rrugore, por edhe për mbulimin e ujrave të zeza, të cilat kalojnë përmes fshatit. Me sa di është miratuar një pjesë e saj. Pas interesimit të mediumit ton mbi planet e komunës për fshatin Racaj, drejtori i shërbimeve publike njofton se ndërtimi i urës së fshatit është prioriteti kryesor i tyre, me që për këtë vit ka që lejon buxheti. Në fshatin Racaj do të ndërtohet ura, e cila është me projekt, është e planifikuar dhe tash është në proces të tenderimit dhe për përfundon procesi i prokurimit, atëherë do të nisë puna në realizimin e urës. Ndryshe për këtë zonë, më prioritare është furnizimi me ujë nga ujësjellësi, projekt i cili mendohet të fillojë këtë vit nga komuna e Gjakovës.